Ndahet nga jeta para kohë ish deputeti dhe zyrtari i lartë i Partisë Socialiste. Andi Sarasani, ish drejtori i kesh dhe deputeti i Partisë Socialiste për 2 legjislatura, është ndar nga jeta si pasojë e një sëmundje të rëndë, prej së cilës kishte 2 vjet që vuante. Lajmin e ka shpërndar në rrjetet sociale një mik i tij Agi Muço, i cili shkruan: "Para pak minutash u njoftova se u nda nga jeta pas një sëmundje të rëndë, Andi Sarasani." Andisin e kam njohur kur e kisha student në fakultetin ekonomik, ishte vërtet një student inteligjent. Më pas punuan bashkë. Ishte një tiron si omël, por edhe një djalë i Zotit. Andi Sarasani u largua nga politika në vitin 2013 kur Edi Rama erdhi në pushtet dhe jetoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku u zhvendos me familjen e tij. Megjithatë, nuk u largua jetës politike, duke qenë prezent në rrjetet sociale si një kritik i ashpër i Ramës dhe Partisë Socialiste. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.